Faleminderit e nderuar drejtues e seancës. E nderuar Ministre e Punëve të Përjashme, se duke qenë se punët e përmbrëmshme janë qarë me lot, dhe po bëjmë këtë reformë në thellë në punët e përjashme. Aq bukur ligjërove, po bashkë me ty dhe shumë deputet tjetër Partisë Socialiste këtu, sa do të me i frazë të të madhit, Kadri Roshi thoshte, sa nuk të gëzohesha dot. Aq shumë u mallëngjeva nga gjithë çka, sa realisht kur të ndoqja me kaq vëmendje, kur fole për Nolin, sa Cervantesi dhe Don Kishoti Manches mu duk me vërtet figurë letrare. Ai është tek thesa lushe midis qermës dhe lushnjes, por mu duk realisht dhe thash Noli, the po vjen dyshim nëse Noli tani ka qenë shkrimtar amerikan apo shqiptar. Ka shumë hyri fjalime nga lushnja, po, e kuptoj. Tani ju thoni Europa, shumë mirë, me që hyni në Europë, dhe kjo Europa juaj, ju jeni vazhdoni gjithmonë, unë pyetjen shoku Dulci thashore, ku bazohet ky ligj? Sepse do bënte kaq ndryshime drastike, kishin këta dhe thoshin që do ndryshonin të vetin 2015 në reformë kaq që kishte ecur përpara Europa dhe bota. Dhe ne kishim ngel mrapa. Ulciu tha 2015 ne ishim me brek grisa se vim në opozita. Tani si jemi zbukurur dhe paformosur, duhet ligj i ri. Ta bëjmë ligjin e ri. Me kostum fringo të ri kostumi me reforma. Dhe kur gjova këtu, dhe kur gjova ministrin që më fliste për akademinë e re që do fusi, do implementoj ky ligji, se vetëm për ligjin su foltu qa për man, për akademinë më kujtu Akademia Barive të Krifcës. Dhe në komision. U regjistrova atje unë si kiu fiu i shkret, hyra në klasë parë, ngele se i blokoj fondet i pardi. Ata ne thanë, Europa tha, i keni vjedhur ngelet në klasë, s'ka lek as për bila, nuk ngelen nga Europa, as për bila, jo, më pastaj për të blerë kraba, për të blerë dele këto, jo, e gjubleta, s'ki ishte fare këtu. Pra Europa në nëzori karton kuq. Tani me që lushja kështë hyrë në Europë, se tha Ulësiu radhë dhe kaluar, dhe me që toni, shoku tonë tha euroskeptik mua, tani a mund të regjistrojmë dhe unë të kjo akademia që të hyrë dhe unë në Europë bashkë me lushnjarët e tjerë se pasaj ngeli shkallë mrapa? E nderuar Ministre e Punëve të Përjashme, ju shkuat në Vjenë në koncertin e madh të harqeve dhe unë mallëngjeva që pash. Por ku erdhe këtu i re prap fyllet me brim. Pra të vesh në Vjenë, gjosh simfoninë e harqes, opera balet, vishtu t'i bjesh fyllet me brim reformat, vetëm tu ndodh kjo. Vetëm Shqipëri gjonat bërë. Tani po të them, po t'i marrë reformat, se fillove nga reforma në drejtësi. Tani më thoni, se kush është jurist, kush është gjyqtar, prokuror, e tjerë me radhë, nëse një gjyq maron sot për 16 vite me reformën e re, apo maron të përpara me 4 apo 5 vite. Tani është emancipim, ta marosh një gjyq me 16 vite? Pa 16 ditë si shta i KLP-s. I kishim ullë bet lokon vitin e fundit. Pra, mos marrësh drejtësi sot, ne mburremi me spakun. Po, ylli polar, i shndritshëm, bravo, po pse e pengoni spakun me arrestu? Zveç kryeministër? Pik pyetje. Pse më rregullorja thoni, ligji, reforma në shëndetësi. Spitali Lushnjës. Mbas 8 muajsh që ishte hequr komplet godina, se do rikosë se i kështë të nderuar, ajo as temele ka, se i ka temele dhe 67-ës, për ndërtur 2005-ën, se i kanë shtur ca mrokla, dhe ngeli 8 muaj, pse? Po i le ndërtimit AZT-s. Pa du të përtisim gjithë. Dhe, me zitë qonte sot AZT e le në ndërtimit,
mas 8 muaj që njerëzit rrinë në përqenefe, mjekojnë në përqenefe, kjo është reforma juaj. Cila reformë? Që Peço Jabanxhiu, deputeti Lushnjës, të vetmi gjë që ka bërë në atë spital, ka inauguruar një pajisje të falur nga Raiffeisen Bank. Kjo është reforma në shëndetësi? Po reforma në arsim, kështu bën Europa 5 klasë me klasë, si që kemi ne? Hajde një në shkollat e fshatrave tonë, që nga klasa parë, dhe klasë 5 i kemi me klasë. Pse kështu është Europa? Me ato fakultete që mbyllën, që na t'japim lek 400.000 lekë, ma shko të këj fakulteti? Kështu është Europa. I jep një 20, da ndani bursën për gjysëm. Do meni nga 80.000 lekë, do meni nga 20.000 lekë të vjetra. 4 javë që do vija i Lushnjë Tiranë, do nuk dalë vetëm bilet autobusi ato. Edhe ju thoj dojmë Europë ne. Po bëjmë këtë nëse dojmë. Po atë themi gjë tjetër, dini ju që te ky ligji ju keni bërë 2 kamerë me i derë. Propozon ju shkencëtarë të mëdhenj të politikave të përjashme që të ketë 2 ambasador me i seli, një dhe një ad hoc, se nuk dela i gjesh aty. Jo, e tjetër, ad hoc. Sepse kur të vej babua, e zgjedh babua ambasadorin e merr me vete, jo ai që është atje. Ç'është ai që s'merr vesh fare? Se ka futur i kungull atje dhe tani se kështu është. Ka pasi përqindje kushtojnë të nga sistemit. Jo, e hoqëm sistemit. Do t'i fusim ne trajnim ata që ka 30 vjet ambasador. Do t'i kush i trajnoj? Kush nga ju? Qysh? Kush është ai profesor, doktor shkencës nga ju që do trajno ka 20 vjeçar? Ashtu po. Pra, po thoni s'ka si lloj problemi, e keni të zgjidhur për dhe të shkruaj kështu, nuk që me testën e PS-s, nuk ke punu patrën është gjithë zgjedhje e fundit, apo ca pat zgjedhje, nuk e vjedhur, nuk vetë ambasador, dhe gjithat atjerë të marojnë ato ku e ka, në fatit, vitë gjeni pun kamarierë atje ku janë, po të pak të hipe mundësin, me që janë një shtetit ata, të punojnë kamarierë, karrocierë. Simër do t'i këtë gjithë shërbimi janë, dhe të një pasin i fut kotëne, po ju e pasin i fut kotë o 10 vite, se digji ju prej që 2015. Për ju në pasin i flishtë atje 10 vjetë më radhë, që nga 2015. Në pasin i nëzirë bojën. Qa pritet ju ka i shumë? Do t'a mbyll me një mandament, nuk e di Zoti Ulqësi nëse do më prokuroj, duke u marrë, duke përfaqësuar sjelljen dhe zakonet sipas standardeve europiane dhe duke marrë shkas nga zhvillimit e fundit linguistike, propozoj që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, nëse doni të shani një nga nëna, mund t'i thoni ratione materae. Dhe kështu do duni me etik europiane. Faleminderit. Po, Zoti Maja, fjalën për replik. Po i replik këtu në sallën e parlamentit, se replika bëj çdo ditë unë me Samirin, po sot më përforcua ideja tamam se pas ka pas me gjithmend komision ligjeve kur përmendi Akademinë e Barimëve. Ky e thot me shaka, po unë po i them zonë radhën për te Akademia e Barimëve se realisht ka nevojë për trajnim. Kur do të krijohet kjo akademi? Ky e thot kështu për shaka, por e shoh që ka nevojë. Se ka një ironi në fakt në këtë që therse në këtë që thot. Unë nuk e dia engjojnë shqiptarët ose engjojnë, po ky përpiqet ta pikturojë Shqipërinë me zezë edhe ta çojmë në fund botës, qytetarë shqiptarë shkojnë përpara edhe vinë te nga ne. Nuk e di pse nuk e engjojnë këto, po sa më shumë këta i hedhin bojë zezë, jam i bindur që ne do të shkojmë vetëm përpara. Por mos hiq dorë nga Akademia e Barimëve se mirë. Ma beso këtë gjë. Ma beso edhe uroj që të mos ndërpritën valët për te Rogozhinës, se po na mbeti Sajmiri Paval pastaj në telefon, vajhalli se çfarë pikture do sjellë tjetën tjetër këtu. Zoti Koreshi nuk ka replik, mi replik, lutem.
Faleminderit e nderuar. Hore, unë jam dakord me propozimin e Ulësiut që të bëjmë dhe bari, po delet ku janë, se këta ka shfarros dhe delet, i ka rrujt dhe delet. Delet ku janë Ulësi, se na duhen për Bajram. Faleminderit. Zonja Muzhaqi, keni fjalën të përgatitet zonja Zhupa.